Elton Iliriani ka ngritur shqetësimin për gjendjen e këngëtares së njohur parashikës Simaku, duke paralajmëruar se ajo mund të përballet sërish me pasiguri dhe mungesë strehime nëse nuk ndërhyet urgjentisht. Në një intervistë për emisionin Opinion me Blendi Fevziun, Iliriani theksoi se situata e artistes nuk ka psuar përmirësim gjatë 11 muajve të fundit, duke shtuar se Simaku po merr trajtimin dhe mbështetjen e nevojshme për të përballuar sfidat shëndetësore dhe sociale. Parashikës Simaku rrezikon të kthehet aty ku ishte pas stres, situata e saj është shumë e vështirë, nuk ka marrë asnjë përmirësim, nuk merr trajtim mjekësor, doli nga spitali dhe nuk është mirë. Një person që rri gjithë ditën në shtëpi humbet motivimin, tha Iliriani, duke shtuar se ndihmat e rastësishme nuk janë të mjaftueshme. Ai bëri thirrje për ndërhyrje institucionale nga shteti shqiptar, duke theksuar se vetëm një angazhim konkret mund t'i afrojë artistes ndihmën e duhur. Ajo ka nevojë për mbështetje që i mundson të bëjë letra, të marrë ID amerikane dhe shqiptare, si dhe trajtim mjekësor. Ndihma e shtetit është jetike në këtë rast.